بنور من فؤادي حينما رددت عبادي وانتشت روحي وصار الدمع يجري يا إلهي خذ بقلبي للرجاء وانتشت روحي وصار الدمع يجري يا إلهي خذ بقلبي للرجاء nuk plotësohet dëshmia e parë në Allahun Gjelle Gjelalu, apo nuk kompletohet dëshmia e parë që Allah është një dhe i vetmi meriton të adhurohet pa bashkangjitin e dëshmisë dytë, ajo është dëshmia në Muhammedin a.s. që është rob dhe i dërguar i Allahu Gjelle Gjelalu. Wa innaka la ala khuluqin azim, wallahi ti o pejgamber e ki morali më të lartë. E filloj të qohë filloj të qohë e Rasulullah atua si të dëshmoj Rasulullah për neve Adonne Muhammed Rasulullah Inna alhamdulillah نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد Vllazën besimtar, falenderimi I takon vetëm Allahu Gjelle Gjelaluhu të vetmin e falenderojmë. Prej ti vetëm udhëzim kërkojmë, mbështetje vetëm prej Allahu Gjelle Gjelaluhu kërkojmë, dhe çdo gjë e kërkojmë vetëm prej Allahu Gjelle Gjelaluhu. I lutemi Allahu Gjelle Gjelaluhu dhe I mbështetemi të vetmit nga shpirtat tonë cilët mendojnë të bëjnë keq dhe nga veprat tona të liga që Allahu I urren. Dëshmojmë dhe deklarojmë që Muhammedi a.s. është rob dhe I dërguar I Allahu Gjelle Gjelaluhu dhe Allahu është një I vetmi meriton të adhurohet, as kusht tjetër nuk adhurohet pos Tij me merit dhe nuk I bëhet shok atij. O ju të cilët keni iman, keni frikë Allahun Gjelle Gjelaluhu sinqerisht dhe mos ja lejoni vetës tuaj të vdisni vetëm se musliman. O ju njerëz, keni frikë Allahun Gjelle Gjelaluhu dhe ta dini që Allahu ju ka krijuar për një shpirti dhe prej atij shpirti e krijoi gruan e tij dhe bëri prej atyre burra dhe gra shumë. Keni frikë Allahun Gjelle Gjelaluhu me emrin e të cilit përbetoheni, lidhni fare fisnin dhe dini që Allahu Gjelle Gjelaluhu është në pikëqyrësi juaj. O ju të cilët keni iman, keni frikë Allahun Gjelle Gjelaluhu. Ja ejuhalladhina amanu ittaqullah wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum. Thoni fjalë drejta, keni frikë Allahun Gjelle Gjelaluhu dhe flisni drejt, flisni fjalë qëllume. Ku është rezultati? Që Allahu të na I ndreq punët tona
dhe të na i fal gabimet tona, dhe fundi shpërblimi më i madh tjetë xheneti inshallah. Fawzan azima, shpërblimi më i madh tjetë xheneti Allahu xhalla xhelalu. O besimtar, dine që fjala e vetme e drejtë është dhe e mirë fjala Allahu xhalla xhelalu. Udhëzimi më i mirë dhe më i drejtë është udhëzimi Muhammedit alayhi salatu wassalam. Dhe çdo rishi që çdo kush mundohet ta futet në dinin e Allahu xhalla xhelalu, ajo e çon humbje dhe çdo humbje e çon zjarrin e xhenemit. Allah i na ruaj prej zjarrit të xhenemit. Allah i na bëft prej atyre të cilët e përfillin urdhnin e Allahu xhaleshanu ashtu siç don Allahu dhe ashtu siç na ka mësuar Muhamedi alayhi salatu wassalam. Vllazën, deri më tash kemi folur për dëshminë e parë, e ajo është dëshmia në Allahu xhalla xhelaluhu, apo kushti i parë i dinit islam, ku dëshmojmë që Allahu xhalla xhelaluhu është një i vetë meriton të adhurohet. Nuk ka adhurohet as kusht tjetër pos Allahu xhalla xhelaluhu. Ashtu siç na ka mësuar Allahu dhe ashtu siç na ka mësuar Muhamedi alayhi salatu wasalam. E sot për këtë ditë sotit, ditë shenjtë që na ka zgjedhur Allahu xhalla xhelaluhu për të tubuar muslimanët prej kudo që vinë për të ndëgjuar fjalën e Allahut dhe fjalën e Muhammedit alayhi salatu wasalam, që të mundën ta përfillin fjalën e Allahut apo urdhnin e Allahut dhe urdhnin e Muhammedit alayhi salatu wasalam. E në këtë ditë sotit kam përgatitur për ato që ma ka mësuar Allahu xhalla xhelalu, dhe lutem ato të ma lirojë gojën time që ta shprehë çdo gjë që Allah ma ka mësuar ashtu siç do ai dhe ashtu siç na ka mësuar Muhammedi alayhi salatu wasalam. E në ditë sotit kam përgatitur të flas për dëshminë e dytë. Ajo është dëshmia dhe deklarimi që Muhammedi alayhi salatu wasalam është rob dhe i dërguari i Allahu xhalla xhelalu. Dëshmojmë dhe deklarojmë gjithë ne ashtu siç don Allahu dhe ashtu siç na ka mësuar Muhammedi alayhi salatu wasalam që është një rob dhe i dërguari i Allahu xhalla xhelalu. Për ato vllazën, nuk plotësohet dëshmia e parë në Allahun xhalla xhelalu, apo nuk kompletohet dëshmia e parë që Allah është një dhe i vetmi meriton të adhurohet pa bashkangjitjen e dëshmisë dytë. Ajo është dëshmia në Muhammedin alayhi salatu wasalam që është rob dhe i dërguar i Allahu xhalla xhelalu. Pra nuk kompletohet dhe ti o vlla nuk mund ta njeh Allahun xhalla xhelalu dhe nuk din si ta adhuron ato pa dëshmuar Muhammedin alayhi salatu wasalam, sepse Allahu xhalla xhelalu ka thuar dërguarit e tij, ata janë pejgamberët e Allahu xhaleshanu, që secili populli i tij ja ka mësuar si ta adhurojnë Allahun xhaleshanu dhe si ta njohin ato. Dhe ne kemi Muhammedin alayhi salatu wasalam, vulet gjithë pejgamberëve që e kemi mësues dhe ati ka zbritur Kur'ani, na mësoi dinin e Allahu xhalla xhelalu ashtu si është i kënaqur Allahu dhe ashtu si na mëson Muhammedi alayhi salatu wasalam. Pra nuk plotësohet dhe nuk kompletohet dëshmia e parë. Ti nuk mund të futesh në dinin islam vetëm të dëshmosh që Allahu xhaleshanu është një i vetmi meriton të adhurohet. Kur të kërkohet prej tyje o vlla, dëshmo që ti takosh fesë islame dhe dëshmo që ti je musliman, atëherë ti dëshmosh me dëshminë që Allahu na ka mësuar dhe Muhammedi alayhi salatu wasalam na ka mësuar një ashtu. Ajo është ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Dëshmoj dhe deklaroj që Allahu xhaleshanu është një i vetmi meriton të adhurohet dhe dëshmoj dhe deklaroj që Muhammedi alayhi salatu wasalam është rob dhe i dërguari i Allahu xhalla xhelalu. E për këtë dëshminë e dytë që Muhammedi alayhi salatu wasalam është rob dhe i dërguari i Allahu xhaleshanu, për ty o vëlla musliman nevojitën 4 gjëra ti dish. Ato janë e para, ta përfillis dhe ta respektojsh urdhnin e Muhammedit alayhi salatu wasalam me ato që ka urdhnuar, se Muhammedi alayhi salatu wasalam nuk urdhnon vetëm ato që ka urdhnuar Allahu dhe të na urdhnojë neve. Siç na ka urdhnuar të falim namaz, të japim zekat, të agjërojmë Ramazan, shkojmë hax që kemi mundësi. E dyta, ti vërtetojmë gjitha lajmet e Muhammedit alayhi salatu wasalam që ka na ka lajmëruar për ditën e gjykimit, për xhenetin, për xhenemin dhe çdo gjë që ja ka mësuar Allahu xhaleshanu ja ka lajmëruar dhe ai na lajmëroi. Se e din fort mirë vllazën që Muhammedi alayhi salatu wasalam urdhnon me atë që ka urdhnon Allahu xhaleshanu, sepse ai nuk flet prej vetes tij, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Pra Muhammedi alayhi salatu wasalam Allahu xhaleshanu po thotë nuk flet prej vetes tij, vetëm atë që Allahu xhaleshanu ja ka inspiruar atij.
Pra nuk urdhnon pejgamberi a son pa urdhnu Allahu xhalla xhelalu. E treta, të largohemi nga gjitha ato që na i ka ndaluar Muhamedi alayhi salatu wasalam. Dhe t'ju afrohemi gjitha atyre që na i ka lejuar dhe na ka afruar te këto Muhamedi alayhi salatu